Opozitar të regjimit atje, zotëriu Nikola Sandullović, faleminderit që jeni këtu. Hvala i vama na pozivu i nadam se da... Ju falënderit për ftesën dhe shpresoj se shikuesi do t'i marrin të gjitha përgjigjet e të gjitha pyetjet. Zotëri Sandullović, jo ishte dikur prej një sulmi, por u tha se prej një sulmi të tilla, apo një atentati mund të jetë edhe Vučić, duke marrë parasysh se dy rrymat të fuqishme financiare brenda Serbisë tani më kanë filluar të shfaqin ato antagonizmat e tyre. Mendoni se një gjë e tillë mund të ndodhë në të ardhmen, apo vetëm se ka ndodhur paraprakisht? Është e vështirë të besohet në të gjitha reagimet e rreme dhe me panik të diktatorit serb, sepse ai është në një gjendje të veçantë psiqike dhe aty ai gjithandej sheh gabime dhe vështirësi, duke ditur sa shumë ka gjak në duart e tij dhe sa shumë gjak ka mbetur pas politikës së tij. Kjo është një propagandë e tij politike. Askush nuk ka tentime, qëllime serioze për ta rrezikuar jetën e tij, përveç se situata gjeopolitike në botë po ndryshon dhe se është më së qartë se SHBA-t në fund do të duhet të reagojnë dhe të parandalojnë këtë kriminalitetin e qartë dhe diktaturën e qartë në Serbi, që nuk rrezikon vetëm qytetarët në Serbi, por bëhet edhe një çështje rajonale e cila me të vërtet është evidente se mund të zhvendoset edhe në territorin evropian. Çfarë nënkuptoni një çështje rajonale? Pretendoni se Vučić mund të shkaktojë trazira në fqinjt e Serbisë për ta larguar fokusin nga karriera e tij politike? Është qartë se ky është skenari i tij i fshehtë, sepse siç e keni vrejtur edhe ju, çdo gjë që ka ndodhur në lindjet e mesme e pohoj se ka lindur nga kuzhina në Rusi, sepse ata janë ata të cilët që kanë dhënë udhëzimet për Iranin, që ka ofruar mbështetjen për Palestinën, që të sulmoj Izraelin në atë koncert dhe të kishim aq shumë viktima dhe pengje. E keni parë se çfarë ka shkaktuar e gjithë ajo dhe sa larg ka shkuar dhe tash tani të gjithë trajtojnë një luftë të tretë të mundshme botërore dhe nuk bëhet aq shumë vëmendje se çfarë bën Rusia në Ukrainë. Prandaj kjo situatë fatkeqësisht i shkon te jetë për shtati diktatorit serb, i cili gjithmonë ka pretensione për të shkaktuar konflikte dhe e keni parë edhe në politikën e tij që ai për herë potencon dhe zgjeron për hap panik në mesin e qytetarëve serb që dikush do të sulmojë Serbinë. Gjithmonë është në fokus, kisha thënë, sulmi i tij ndaj asaj që kanë bërë Shqipëria, Kosova dhe Kroacia për sa i përket aleancës së përbashkët të mbrojtjes. Dhe kjo është diçka që i prezantohet Serbisë dhe qytetarëve të Serbisë se një rrezik potencial që është shumë larg të së vërtetës. Dhe andaj frikësohem sinqerisht se kur mendojmë për një konflikt edhe më të madh gjeopolitik që ka për të kapur edhe një pjesë të Evropës në një moment vendimtar, qoftë vetë ose në instruksionet e Rusisë, ndoshta edhe të Kinës, Aleksandr Vučić të shkaktoi një konflikt rajonal. Ju e dini shumë mirë që ai fare nuk mendon për çfarëdo lloj marrëveshje për Kosovën, që për atë Kosova ende është pjesë e Serbisë, se ai gjithsesi përzihet në punët e brendshme të Bosnjë dhe Hercegovinës dhe është më së qartë se është përzier edhe në punët e brendshme të Malit të Zi, ku edhe ka financuar atë nacionalizmin serb, që keni parë se çfarë ka shkaktuar në Mal të Zi, kështu që është më së e mundur fatkeqësisht që kjo të jetë edhe një nxitje fillestare në gjithë rajonin. Në fshatin Muqibab, pra në kufirin lindor të Kosovës,
me Serbinë. Këto ditë është sekuestruar një dron, pra nga ajri kanë arritur autoritetet kosovare që ta rrëzojnë atë në tokë. Çfarë mendoni se po survejohet dhe mendoni se ka lëvizje të çuditshme të ushtrisë serbe në territor të Serbisë, pra në kufirin lindor të Kosovës? Mendoni se kjo mund të jetë ndonjëri nga skenarët? Është e vështirë me siguri të konstatohet që kjo është një nga skenaret ose një nga skenaret e shumëta, nëse nisemi nga fakti që Aleksandar Vučići ka qëndruar prapa sulmit terrorist të kriminalëve dhe terroristëve të tij dhe të Milan Radojčićit, ku ka humbur jetën edhe një pjesëtar të organeve të rendit të Kosovës, kështu që është qartë që ai me siguri ka plane që vetëm ai ka në mendjen e tij që i implementon fshehurasi dhe që mund të shihej edhe në kampet në për Serbi ku janë trajnuar edhe njësitë speciale të Rusisë për aktivitetin në Moldavi, pastaj edhe në Ukrainë, e kudo tjetër kush e di. Kështu që fare nuk do të më befasonte që çfarë do lloj incidenti të shkaktohej nga koka e tij e çmendur, të shkaktonte pastaj konflikte më të thella që me kohë do të bëhen më të këqija, sepse vetë situata, e thash, në botë i shkon për shtati Aleksandar Vučići dhe politikës së tij që ai të zhvendos vëmendjen nga këtu dhe që të arrijë disa qëllime nacionaliste që nuk ja ka dalë të i arrijë sa ishte në pushtet dhe në bashkëpunim me Slobodan Miloševićin. Dhe në fakt, në anën tjetër, u konfirmua ajo që kanë zgjedhur Amerikanët, ja mbyllën derën kur ishte në Mar-a-Lago, pra Vučićit ndonë se marrë syetime për shëndetin e tij, ai asnjëherë nuk dha një përgjigje dhe u kuptua qartë se ishte një refuzim nga Amerika, por i ka dhimbur shumë kjo që Amerikanët kanë bërë me Osmanin dhe madje tha se nuk e kishte pritur një gjë të tillë nga Trump. Unë tash, pas miratimit të bashkëpunëtorëve të mine nga SHBA, gjithsesht drejt për drejt nga komuniteti inteligjencës në SHBA, e keni parë që unë kam një bashkëpunim të ngushtë me ata, me një kënaqësi të madhe, mund ta them tani se një nga arsyet pse ai ka ikur ishte marrja në pyetje e Aleksandar Vučićit lidhur me vrasjen e Oliver Ivanovićit, Vladimir Svijanit dhe 2 tentimvrasjeve të mia ndaj meje. Kjo është bërë nga FBI Miami me urdhëres të qendrës FBI-t dhe natyrisht në bashkëpunim me ekipin tim që kishte informata të plota, madje edhe prova forenzike. Kështu që ai shumë mirë e di pse ka ikur nga atje dhe e di shumë mirë se çfarë do duhet të thoshte, por ka kohë për të përgjigjur për këtë, për të dhënë përgjigje pa ose me dashje, ndërsa sa i përket presidentit Osmani, unë do ta përsëris veten për se ditë satën herë tani dhe do ta them se është një grua që me të vërtet çdo herë më shumë me befason për së këndshmi, sepse është aq pragmatike në politikë dhe reagon aq shpejt të gjithat me interes të Kosovës. Shumë nuk pajtohen me veprimtarinë e brendshme politike të Donald Trumpit, e nga njerë edhe të jashtmen, por nëse anashkalojmë këtë, reagimi i presidentes Osmani ka qenë sakt si filigranet dhe vetëm në interes të Kosovës, sepse paramendojeni nëse Kosova nuk do të mbështeste plotësisht dhe nuk do të ishte mburoj e Kosovës nga ndaj apetitit të Aleksandar Vučićit, pas të cilit do të qëndron të Kina dhe Rusia qartazin, dërsa tash mund të them lirisht edhe Irani, sepse po shpalosen letrat, pas kaq shumë vitesh të tërheqjes së vëmendjes nga ana ime, mendoj se duhet të krenoheni dhe të jeni të lumtur që ajo ka bërë një gjë të duhur dhe se zotriu Donald Trumpi ka pranuar atë në atë ekipin e tij të së ardhmës së njerëzve që kanë për të vendosur për disa çështje të caktuara me siguri. Dhe
Zotëri Sandulović, duke marrë parasysh krejt këto zhvillime, duke marrë parasysh gjithashtu edhe një sulm që ju kishit përjetuar të kaluarën, mendoni se ende mund të jeni prej sulmeve të tilla? Këtë nuk e thëmë për juve, por e thëmë për zërin komplet, i cili është, në fakt, e thëmë për komplet zëra që janë kundër Vučićit në këtë moment. Apsolutno. Po, absolutisht. Kërcënimet kanë vazhduar, është qartë, tani në veçanti në javën e fundit janë intensifikuar mesazhet që i merr bashkëshortja ime, vajza ime, duke ju falenderuar rrethonave dhe për shkak të rreziqeve të sigurisë, për të mbajtur jetën, për të jetuar, është larguar nga Serbia dhe tani jeton jashtë Serbisë, sepse ky ishte i vetmi vendim që mund t'i garantonte jetën asaj. Aleksandar Vučići ka kuptuar më në fund dhe pas reagimit edhe të presidentit Osmani, edhe të kryeministrit zotëri Albin Kurtit së bashku me zonjën Alicia Kern dhe zotëriun Kamerun dhe një pjesë të Bashkimit Evropian, si dhe me William Vokerin, që kanë reaguar ndaj tentim vrasjes brutale time. Unë me gjithat i bëj pjesë në një shtresë njerëzve që janë me orientim demokratik dhe që duan paqe dhe zgjidhje në të gjithë rajon, që ati fare nuk i përgjigjet dhe shkon për shtati. Fatkeqësisht e them, unë si lider i Partisë Republikane dhe Partia Republikane si një opcion i dëshmuar demokratik dhe i orientuar pro-amerikan paraqet, kisha thënë shtyllën kryesore kundër kësaj politike të Aleksandar Vučićit, përderisa opozita tjetër, pjesa tjetër opozitës dhe keni mundur ta kuptoni se ata fare nuk trajtojnë çështjet rajonale, për ata Kosova është ende pjesë e Serbisë, si për Aleksandar Vučićin, për ata ndarja e Republikës Serbe nga Bosnia-Hercegovina është një proces natyror, si dhe trazirat e ardhshme në Maltezi që do të mund ta ndanin një pjesë të Maltezi dhe t'ja bashkonin asaj hegemonie të madhe serbe. Fatkeqësisht e them, vetmit jemi ne si opcion që është treguar si me të vërtet funksional dhe kryesisht më ndryshe krahasuar me të gjithë të tjerët. Prandaj mos u brengosni askush nga opozita, edhe këta që luajnë rolin e opozitës veçanti nga radhat e opozitës nuk ju kërcënohet jeta, përveç meje dhe bashkëpunëtorëve të mi të ngushtë. Por zotëri Sandulović, një çështje është interesante sepse politika atje sikur po merr shumë gjyrime dhe është e vështirë ta kuptojmë kohën në të cilën do të shkojë në të vërtetë. Në njërin anë kemi një ushtrim të përbashkët të trupave të KFOR-it, të NATO-s në fakt, me trupat sërbe, me ushtrinë sërbe, dhe në anën tjetër kemi një deklaratë të Vučićit i cili tregon për ftohjen e marrëdhënieve me Putinin si pasojë armatimit i cili shkoi nga vendet e dyta në duart e ushtrisë ukrainase. Do t'i besojmë këto gjëra apo është thjesht propagandë? E kam fjalën për çështjen e ftohjes së raporteve me Putin. Është qartë, ju jeni të rinj, por keni goxha eksperiencë dhe me siguri keni mësuar dhe jeni mësuar me Aleksandar Vučićit, kur ai thotë që nuk do të bëjë diçka, është mu e kundërta dhe kjo është krejtësisht reale edhe në jetën e tij personale dhe në politikë. Por ai kishte thënë që nuk do ta njoh kurrë Kosovën. A do të thotë kjo që do ta njoh Kosovën? Dalion znači da li to znači da će priznati Kosovo dhe që të në fare se çfarë bën. Izvozimo oružje. Tako da eksportojnë armë. Pra është një gënjeshtër e tij, është një luajtje rolësh nga ana e tij dhe kjo nuk me brengos fare. Ajo që më brengos është se në këto ngjarjet prej se ka ndodhur, ka filluar lufta Amerikës ndaj Iranit, që këtu tashme ka filluar me të madhe propaganda mediale ku Amerika emrohet me emërtime goxha të këqija dhe Irani favorizohet si një vend i cili në fakt po mbrohet nga diktatorët dhe pushtuesit. Janë shndruar krejtësisht tema që Irani në fakt për 40 vjet është bërë vend që
është bërim terrorizmi dhe se askush nuk Islama i është drejtuar kundër islamit dhe nuk është kundër qytetarëve të Iranit, por kundër regjimit, kështu që mos i besoni fare Aleksandar Vučićit, zna da je zatvorio ai e di që ka mbyllur dyert američkoj administraciji në administratën amerikane dhe këtë sigurnošću mund të pohoj me siguri Rusia prej tij, po ashtu është larguar sado që mundot tash që mundot i afrohet Evropës dhe tash është Evropa ajo e cila duhet të i përbijë të gjitha gënjeshtrat dhe premtimet e tij dhe të pranoj përsëri Aleksandar Vučićin nën krahun e vet, do thotë mirë, dalëm edhe pak. Megjithatë ai ka për të zgjidhur çështjet në rajon, çështjen e Kosovës, të Republikës Serbe, të Malit të Zi. Megjithatë ai ka për të futur Serbinë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, që nuk ka për të ndodhur asnjëherë. Këtë ua tham gjatë pushtetit e tij dhe pastaj do të vim në një situatë shumë më të rëndë ku ai ka për të blerë kohë dhe do t'ja dalë që përmes prap shantazheve, rrahjeve, forcës e të tjerave të vjedh votat dhe të shpall veten kryeministër dhe pastaj do të kemi në fakt fillimin e vërtet të gjitha problemeve, sepse shikoni sot në Serbi, mu sot në transmetuesin kombëtar është sjell mbesa e Slobodan Miloševićit dhe është prezantuar si trashëgimtar të politikës dhe se kjo ka për të shpëtuar Serbinë, ndërsa e dim që një nga nipat e Miloševićit është i ullur në parlament dhe që të gjitha ata që kanë qenë pjesë organizatës monstruoze, kriminale që është u thequr nga Miloševići, janë ende në pushtet dhe keni një diktatur të qartë që nuk mund të sjell asgjë të keqe e që është parë qartë në të gjitha këto vitet e fundit. Prandaj, mos i besoni asgjë çfarë thot ai po blen kohë për lirin e vet. Shpreson për një konflikt të madh ku ka për të mbajtur anën e fitimtarit dhe ka për të plotësuar kushtet e tij kriminale për tregtime, narkotik, armë, pastrim parave dhe eventualisht për një ndarje të re të pushtetit në këtë territorin ton ku jetojmë neve në Ballkan. Dhe krejt e fundit, për shkak të kohës televizive, do doja një përgjigje të shkurtër nga ju, zotri Sandulović. E besoni ju personalisht dhe opinioni sërb përfshirjen apo implikimin e Vučićit personal, implikimin e tij personal, pra në Safari Sarajevo? Da, moja ubeđenja. Bindjet e mia personale dhe duke e njohur për vite me radhë dhe si ta them, kriminalne aktivnosti aktiviteteve të tij kriminale, ai gjithmonë ka paralajmëruar që ka për t'ju hakmarr Slavko Çorovia në kohën e bombardimeve sa ishte ai ministri i informimit është vrarë në një mënyrë makabre me 15 plumba. Ai ka përndjekur Oliver Ivanovićin që është vrarë në fund, ka përndjekur Vladimir Cvijanin që vinte te unë në shtëpi dhe edhine ka qenë pjesë e partisë sime, është vrarë. Unë ka marrë mesazhe kërcënuese nga punëtorët e tij në BIA që nga viti 2014. Prej asaj kohë kam përjetuar 2 atentate nga ana e tij, kështu që ka dëshmitar në Itali që kanë deklaruar që ai ishte prezent, sepse shikoni, në territoret tona këtu të gjithë ne kemi fol me një gjuhë serbokrate, tash kishte variacione të vogla, por në përgjithësi të gjithë jemi marrë vesh, edhe shqiptarët, edhe slavenet, edhe bosnjakët, edhe malezezet, edhe serbët, edhe kroatët. Kështu që është e kotë të flitet që ai ka punuar si përkthyes në varrezat e Judive, nëse të gjithë ja kemi dalte merreshin vesh ndërmjet vetë. Ai mund të ishte përkthyes vetëm të huaj që vinin aty. Marë parasysh dhe nëse ju kujtohet deklarata e Vojislav Šešeljit në Hag, ku ai me qëllim kishte thënë se ai ka qenë vullnetar, e tash i ndjeri Aleksić, ky ka qenë një mesazh publik për Vučićin që Šešelji mund të hapë gojen edhe për këtë, nëse nuk ndikon që të lirohet të tjera, që në fund edhe ndodhej. Andaj, pres, shumë shpejt të sqarohen gjërat, ta shohim se çfarë do të bëj në prokuroria në Bosnjë-Hercegovinë dhe prokuroria në Itali, por mendoj se asnjëra nga këto prokurori nuk është kompetente për këtë, por duhet të jetë kompetente prokuroria në Hag për krimet luftës.
Zotri Sandulovic, është shumë kënaqësi të kishim Kosova Today, faleminderit dhe shpresoj që edhe në të ardhmen të kemi mundësinë të diskutojmë pak për dinamikat tona politike atje edhe këtu. Faleminderit shumë që ishte në Kosova Today. Hvala i vama. Ju falënderit edhe juve. Përshëndetje shikuesve dhe si gjithmonë, ishte kënaqësi të punoja me juve. Faleminderit shumë edhe një herë zotriu Sandulovic. Ne shkputemi tani me publicitet, kthehemi me një tjetër ftuar nga Anglia për të vazhduar e folur për sigurinë.